Tani ju jeni të vetëdijshëm edhe në bazë të monitorimit që një nga sfidat kryesore në gjykatën themelore në Prishtinë është ngarkesa e madhe me land. Kjo po besoj që ka faktor shumë objektiv, qoftë për faktin që jemi gjykata më e madhe, edhe për faktin e mbulshmërisë së territorit që neve kemi, por edhe çështje tjera që ngriten në gjykatën themelore në Prishtinë për shkak edhe të departamentit specializuar që ne kemi në kuadër të gjykatës themelore në Prishtinë, që e bën pastaj edhe më komplekse trajtimin e tyre. Megjithatë, një nga sfidat tjera dhe kryesore, mbajtje edhe që me të drejtë kemi kritika në këtë kontekst, janë numri i lëndëve të vjetra, e që ne tani jemi duke bërë një analizë më të thelluar për të gjetë modalitete se si të trajtojmë këto lëndë vjetra. Megjithatë, një nga çështjet që ne do të kemi një fokus veçantë është edhe trajtimi, respektivisht implementimi i strategjive të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që ka të bëjë pikërisht me zvogëlimin e lëndëve të vjetra, që është një nga prioritetet tona thelbësore, në veçanti në lëndët civile. Cilat janë problemet kryesore që i trashëgon gjykata? Në fakt, mbas se pak a shumë dhash përgjigjen këtë çështje, është pikërisht numri i madh i lëndëve dhe lëndët e vjetra që ende nuk kanë marrë trajtimin e duhur në gjykatën themelore. Megjithatë, mbas se këto kanë pas për arsye shumë faktor, në veçanti numri i madh i lëndëve që kanë ardhur në konteste civile, në veçanti në kontestet e punës, dhe ju e dini sepse edhe keni monitoruar që kjo ka derivu si pasoje mos përmbushjes së obligimeve që kanë rezultuar qoftë nga kontratat kolektive apo nga kontrata tjera, që pastaj kanë bipopullu përtej parashikimeve gjykatën themelore në Prishtinë, ndërsa në të njëjtën kohë ju jeni të vetëdijshëm që këto lëndë sipas kritereve ligjore kanë pas prioritet dhe prioriteti që është dhënë këtyre lëndëve për t'i pastruar apo t'i përfunduar në kohë të arsyeshme sipas objektivave ligjore, pastaj ka pamundsuar në një formë ose tjetër trajtimin e lëndëve të vjetra.